Ndërmjetësimi për gjunahqarët, për ata të cilët kanë bërë gjunahet mëdha dhe të cilët hyjnë në zjarrin e xhehenemit. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ndërmjetëson për ta që dalin nga zjarri i xhehenemit. Për këtë ka shumë hadithe, në fakt, një hadith e ka shënuar Buhari dhe Muslimi në dy sahihat e tyre nga Ma'bad ibn Hilal el-Anazi, i cili thotë: ishim një grup thot prej banorëve të Basrës dhe u nisëm për të pyetur Enes ibn Malik radhiyallahu anhu mbi hadithin e ndërmjetësimit, hadithin e shefatit. Me vete morëm dhe Thabitin. Thabiti është një prej transmetuesve të mëdhenj nga Enes ibn Malik radhiyallahu anhu, domethënë nxënësi i Enesit radhiyallahu anhu. Morëm Thabitin me vete dhe shkum. Thot, por ai thot ishte duke fal namazin e duhas paradite. Kuptohet që pas faljes namazit të duhas i kërkuam leje, thot, na dha leje të hyjmë. I tham Thabitit, gjaja e parë për cilën ke për ta pyetur të ta pyesësh për hadithin e shefatit. S'ke për ta pyetur për gjë tjetër. Atëherë do të normale që njerëzit pyesin më shumë për atë që u intereson më shumë, për çështjen për cilën kanë më shumë problem. Për shembull, kur lind një konflikt, një mosmarrveshje, një debat mes vëllezërve musliman lidhje me çështje të caktuar, është kufër apo nuk është kufër, është shirk apo s'është shirk, është bidat apo nuk është bidat, për çfarë pyeten xhollarët? Pikërisht pyeten për këtë çështje. Edhe nëse kemi çështje të koklavit të ndërlikuar, për çfarë pyesin dietarët? Për çështjen në diskutim. Kjo ishte në atë kohë një për çështjeve në diskutim. Xhavarixhët e bënin qafir atë që bën gjunaat më dha, edhe e nxirrin nga feja islame, dhe thoshim se gjithmonë ka përqen zjarrin e xhehenemit. Shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk pajtoheshin me qëndrimin e tyre. Dhe prandaj këto njerëz interesoheshin për hadithin e shefatit. Edhe i tham gjaja e parë për cilën do ta pyesësh, i tham thon ata, Thabitit do ta pyesësh për hadithin e shefatit. Edhe e pyeti. Enes radhiyallahu anhu filloi ta tregonte, tha ditën e gjykimit njerëzit do të kërkojnë ndërmjetësim. Edhe pastaj ka përmendur se si shkojnë tek Ademi, pastaj këtu faktikisht në këtë hadith përmendet se shkojnë pastaj tek Ibrahimi, nuk është përmendur Nuhu alayhi salatu wasallam mes Ademit dhe Ibrahimit. Pastaj thotë shkojnë tek Musai, pastaj shkojnë tek Isa, pastaj shkojnë tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasi vin tek unë thot mua do të më mundsoj Allahu i lartësuar që t'i thur lavdrata cilat nuk i kam ditur më përpara. Aty më mëson Allahu i lartësuar. Qala la tahduruni al-an fa ahmaduhu bi tilka al-mahamid. Lavdrime dhe veti madhështore të Allahut, cilat unë si kam ditur më përpara. Dhe tashmë thotë unë nuk i di. Por Allahu në ato momente do t'ja zbuloj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do ta përmend Allahun me ato lavdi që i takojnë atij e me emra bukur, veti të larta të cilat nuk i ka ditur më përpara. Edhe ky është një prej dëshmive që jo të gjitha lavdit e Allahut të lartësuar i ka ditur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, apo i din njerëzit. Jo të gjitha cilësitë, vetit që i takojnë Allahut i din njerëzit. Jo të gjitha emrat e bukur të Allahut të lartësuar i din njerëzit. Ne dim ato që përmenden në Kur'an dhe Sunetin e Muhamedit alayhi salatu wassalam. E rëndësishme thotë thumma akhirru li rabbi sajidan. Pas lavdrimit thotë i bien sejdë Allahut të lartësuar. Qala fa yaqulu irfa ra'sak wa qul yasma' lak. Ngrije kokën. Thuaj, kërko që të dëgohet kërkesa jote. Wasal tu'ta washfa' tushaffa. Kërko lyp që të jepet ajo që lyp. Dhe ndërmjetëso që pranohet ndërmjetësimi yt. Atëherë thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, unë do t'i them ja Rabbi ummeti. Them o Zoti im, unë të lutem për ummetin tim. Atëherë Allahu lartësuar do të më thotë idhhab intaliq fa akhrij minha fa akhrij min an-nari man kana fi qalbihi mithqalu sha'iratin min iman. I thot shko edhe nxirr prej zjarrit ata të cilët kanë qoftë ata që kanë sa një far elbi iman.
قال فأفعل ثم أحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا فيقول ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. Thot kam për të nxjerrë këta njerëz për zjarrin e xhehenemit, këtë grup njerëzish. Pasi i nxjerr këta, përsëri i thur lavdi Allahut, e përmend Allahun, i bien sejdë, Allahu më thot ngrije kokën, do ta ngrej kokën thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e Allahu i lartësuar do të më thot kërko që të dëgjohet kërkesa jote, lyp që të jepet ajo që e lyp dhe ndërmjetësoj që të pranohet ndërmjetësimi yt, e Allahu i lartësuar, edhe unë do të them ja Rabbi ummeti ummeti, do të them o Zoti im, unë të lutem për ummetin tim, që të shpëtosh gjunahçarët e ummetit tim për zjarrin e xhehenemit, kuptohet. E pejgamberi atëherë Allahu i lartësuar do të thotë intaliq fa akhrij minha men kana fi qalbihi mithqalu dharratin mithqalu dharratin min iman au mithqalu khardalin min iman. Thot shko edhe nxirr prej zjarrit ata të cilët kanë sa një grim imani, që kanë sa një farë mustarde iman. Nxirri thot. Këto janë njerëz cilët kanë pas më pak iman se grupi i parë që dalin. Thot shkoj edhe i nxirr dhe ata. Pastaj përsëri i thur lavdi Allahut të lartësuar, i bien sejdë. Allahu i lartësuar më thot ngrije kokën, kërko që të dëgjohet, të pranohet kërkesa jote, lyp që të jepet ajo që e lyp, dhe ndërmjetësoj që të pranohet ndërmjetësimi yt. Dhe unë do t'i them, o Allah, të lutem për shpëtimin e ummetit tim, për shpëtimin e ummetit tim. E Allahu subhanahu wa taala do t'i thot, shko, fa akhrij minan nari men kana fi qalbihi edna mithqala habbati khardalin min iman. Thot shko edhe nxirr prej zjarrit ata që kanë grimën më të vogël për imanit. Thot edhe këta shkoi dhe nxirr prej zjarrit. Ka që tha Anisha radhiyallahu anhu. Thot pas kësaj ne shkum tek Hasan Basri. Qala fa mararna ala al-Hasan. Ai që i fsheh në një shtëpi se ishte koha Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Koha Hajjaji e përndiqte Hasenin rahimahullah. Edhe tham ja Aba Said, kemi gjuhë një hadith në shefatit që ka çuditshme për Enes ibn Malik radhiyallahu anhu. E tha ma tregoni. Fillon të tregojmë, ai tha vazhdoni ma tregoni. Derisa thotë e çum fund gjithë ato që na tregoi Enesi. Tha ka vetëm kaq u tha? I tham kaq. Tha më ka treguar kur ishte i ri. Më ka treguar tha kur ishte i ri. E që do dalë dhe një grup tjetër, një grup i katërt. Tha nuk e di tha, pse nuk ka treguar. A se e ka harruar tha, apo se ka pas frikë se ju do të lini punët në mbështetur në këtë hadith. Pra se ju mund ta keq kuptoni këtë hadith. Tha mua më ka treguar tha për herë të katërt. Se do t'i thur lavdi Allahut për herë të katërt, do të bien sejdë për herë të katërt, do t'i lutet Allahut për herë të katërt, për shpëtimin e njerëzve të ummetit të tij. Dhe Allahu i lartësuar do t'i thot, ngreje kokën, kërko që të pranohet kërkesa jote, lyp që të pranohet ajo që do ta lypësh, ndërmjetësoj që pranohet ndërmjetësimi yt. E do t'i them, o Allah, të lutem për ummetin tim, për ata që kanë thënë la ilaha illallah për tyre. Atëherë Allahu i lartësuar do të thot, wa izzati wa jalali wa kibriyai wa azamati la ukhrijanna minha man qala la ilaha illa Allah. Allahu i lartësuar do të thot, pasha krenarin time, madhështinë time, unë do t'i nxjerr prej zjarrit ata të cilët kanë thënë la ilaha illa Allah. Kush ka vdekur në tauhid, pa i bashok Allahu të lartësuar, ka për dalë prej zjarrit të xhehenemit. Ky hadith pra vëllezër qartësisht flet për ndërmjetësimin që do të bëjë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për ata të cilët kanë bërë gjunahe të mëdha për ummetin e tij, për cilët Allahu dëshiron që të dënojë në zjarrin e xhehenemit, vuajnë dënimin atje përkohësisht, ndërmjetëson për ta Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe dalin prej zjarrit të xhehenemit. Mirë po një ndërmjetësim të tillë e bëjnë dhe të tjerë veç Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kështu që ky ndërmjetësim nuk është i veçantë
për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Hadithet që flasin për ndërmjetësimin që do të bëjë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam janë të shumta. Për shembull, një hadith tjetër që ka sjell Abu Daudi përmendet se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë shafaati li ahli al-kaba'ir min ummati, ndërmjetësimi im do të vlej për ata të cilët kanë bën gjunahe prej ummetit tim. Domethënë profeti sallallahu alaihi wasallam ka ndërmjetësuar për ata njerëz të cilët kanë bën gjunahe prej ummetit të tij sallallahu alaihi wasallam. Por gjithashtu përmendet edhe një hadith tjetër të cilin ka transmetuar Imran radhiyallahu anhu se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë yakhruju min an-nari qaumun bi shafa'ati Muhammedin sallallahu alaihi wasallam yusammuna al-jahannamiyyin. Thot do të dalin prej zjarri njerëz me shefatin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të cilët do të quhen al-jahannamiyyin. Kam vuajtur dënimin, dalin pastaj me ndërmjetësimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe hyn në xhenet, e atje do ta kenë emrin al-jahannamiyyin. Por do të ndërmjetësojnë me lajket, pastaj do të ndërmjetësojnë pejgamberët për njerëz që dalin nga zjarri i xhehenemit, të cilët kanë hyrë në zjarr për shkak të gjunaheve të tyre të mëdha. Do të ndërmjetësojnë edhe besimtarët për ca njerëz që dalin nga zjarri i xhehenemit, të cilët kanë hyrë në të për shkak të gjunaheve të tyre. Në një hadith të sakt, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë shafa'ati al-malaika. Ky është hadith e Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Shafa'ati al-malaika wa shafa'a an-nabiyyuna wa shafa'a al-mu'minun wa lam yabqa illa shafa'atu arhamir rahimin fayaqbidu qabdatan min an-nar fayakhruju min an-nar man lam ya'mal khayran qat. Ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ndërmjetësojnë me lajkat, ndërmjetësojnë pejgamberët, ndërmjetësojnë dhe besimtarët. Ndërmjetësimi i besimtarëve përmendet edhe në një hadith tjetër faktikisht, po do ta citoj pak më pas. Pastaj nuk mbetet pas ndërmjetësimit të me lajkeve, pejgamberëve dhe besimtarëve, mbetet vetëse ndërmjetësimi i mëshiruesit më të madh. Ndërmjetësimi i Allahut të lartësuar. Atëherë Allahu subhanahu wa taala do të nxjerrë një grusht prej zjarrit të xhehenemit, të cilët nuk kanë bërë ndonjëherë mirësi. Edhe këta do të dalin nga zjarri dhe do të bëhen banorë të xhenetit. Këto njerëz kanë vdekur në tauhid, pa pikë dyshimi. Ata të cilët nuk kanë bërë mirësi janë njerëz që kanë vdekur në tauhid. Nuk mund dal nga zjarri i xhehenemit njeriu që ka bërë shirk. Prandaj në një hadith tjetër, ose në një variant tjetër të hadithit të Enes ibn Malikit radhiyallahu anhu, përmendet se profeti sallallahu alaihi wasallam ndërmjetëson për ummetin e tij, pjesën e ummetit të tij që kanë hyrë në zjarrin e xhehenemit, dhe Allahu i Lartësuar cakton një kufi që i nxjerr nga zjarri. Pra është Allahu ai që cakton kufirin, është Allahu ai që e lejon, është Allahu ai që pëlqen daljen e këtyre njerëzve nga zjarri i xhehenemit. Pra gjithçka në faktikisht është në dorë të Allahut. Ndërmjetësimi i me lajkeve, i pejgamberëve dhe i besimtarëve, çfarë vlerë ka? Thjesht nderim për këta që ndërmjetësoj. Allahu do që t'u ngrej gradën atyre dhe u mundson ndërmjetësoj. Po faktikisht dalja e njerëzve nga zjarri i xhehenemit është krejt mirësi nga Allahu i Lartësuar. Nuk është pronë e Muhamedit, nuk është pronë e me lajkeve, nuk është aftësi e besimtarëve, se ka njerëz që duke menduar se përderisa ndërmjetëson Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kërkojnë ndërmjetësimin nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kërkojnë ndërmjetësimin nga melajket, e kërkojnë nga besimtarët, e kërkojnë nga evliat. Ky është gabim. Jo vetëm gabim, po është lajthitje e madhe, Allahu na ruaj. Bie ndesh me tauhidin, me besimin e pastër, se i tërë ndërmjetësimi është në dorë të Allahut të Lartësuar. Po për këtë çështje do të flas më pas inshallah taala, sepse Allahu i Lartësuar ka thënë në Kur'an: "Qul lillahi shafa'atu jami'a", thuaj i tërë ndërmjetësimi është në dorë të Allahut. Dhe ndërmjetësimi tek Allahu nuk mund bëhet pa lejen e Zotit dhe pa pëlqimin e Allahut subhanahu wa taala. Idhujtarët kanë kërkuar ndërmjetësimin e idhujve të tyre tek Allahu i Lartësuar, po atyre nuk u vlen ndërmjetësimi, se ata kanë kërkuar nga idhujt, ndërsa besimtarëve u vlen ndërmjetësimi ditën e gjykimit, se kanë besuar vetëm Allahun, kanë adhuruar vetëm Zotin dhe në mënyrë të veçantë e kanë kërkuar ndërmjetësimin vetëse prej Allahut. Ndërmjetësim ka për të bërë pejgamberi, mirë po ndërmjetësimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ne e kërkojmë vetëm prej Allahut. Ne nuk e kërkojmë ndërmjetësimin prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra,
siç në hadith përmendet se ndërmjetësojnë me lajket, ndërmjetësojnë pejgamberët, ndërmjetësojnë besimtarët e pastaj Allahu i lartësuar ka për të nxjerrë prej zjarrit të xhehenemit njerëz që nuk kanë bën ndonjëherë mirësi. Po këto njerëz kanë vdekur në tauhid padyshim. Prandaj në një hadith tjetër përmendet se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë Allahu i lartësuar, domethënë Allahu i lartësuar thotë wa izzati wa jalali la ukhrijanna minha man abada Allah lam yushrik bihi shay'a. Unë do të nxjerr prej zjarrit, thot Allahu i lartësuar, ata të cilët bet pasha krenarin time, madhështin time, unë do të nxjerr prej zjarrit ata të cilët i kanë adhuruar Allahun dhe nuk i kanë bërë shok Allahut subhanahu wa taala. Në një hadith tjetër të cilin ka transmetuar Abu Sa'id al-Khudri, dhe ky hadith domethënë është përmendur mjaft libra të hadithit, është përmendur se besimtarët ditën e gjykimit do të ndërmjetësojnë tek Allahu për vëllezërit e tyre që kanë shkuar në zjarrin e xhehenemit. Dhe fillimisht kanë për të ndërmjetësuar, domethënë ata i kërkojnë me ngulmim Allahut që dalin vëllezërit e tyre. Ndërmjetësojnë për vëllezërit e tyre të cilët kanë fal namaz, kanë dhënë zeqat, kanë agjëruar, kanë bërë xhihad. Ndërmjetësojnë edhe njerëz të tillë ka që do shkojnë në zjarr për shkak se kanë bërë gjuna të mëdha. Ndërmjetësojnë për këta, dalin këta. I njohin nga shenjat e sejdës, nga fytyrat e tyre, se zjarri i xhehenemit nuk i djeg shenjat e sejdës. Pasi del ky grup, pastaj shkojnë edhe nxjerrin dhe grupe të tjera që kanë më pak iman se këta që kanë fal namaz. Dalin dhe ata, derisa pastaj në fund përmendet se Allahu i lartësuar ka për nxjerr prej zjarrit njerëz që nuk kanë bërë ndonjëherë mirësi. Do të dalin prej zjarri gjithë ata të cilët kanë vdekur në tauhid, kanë vdekur me shahadet, njerëz të cilët kanë vdekur pa i bërë shok Allahut subhanahu wa taala.